Po zgjedhim një palkufje për turin. Qa mendon? Ne tani po shohim dhe për një kamër për shtëpinë dhe mori babi një kamër që ta vendosim. Ja dhe babi po shikon vegla për vete. Ne kemi dalë të dy. Rrezik si do ndihet Arturi. Ndesë Arturi kishte ndeshje dhe nuk e morëm dot. Si do ndihet Arturi, atë që kemi dalë vetëm ne të dy. Pas kam rënë pemë. Neve erdhëm në shtëpi dhe sot për çfarë dolëm dhe ku përfunduam. Gjithsesi, po ju tregoj, Arturi na theu syzat. Dhe morim syzat të reja. Dhe ka marrë këto syzat. Injorojni, thonjtë mi se nuk i kam të bërë dhe ka marrë këto syzat. Artur t'i gëzosh edhe mbaj me kimet dhe jo t'i thyesh përsëri. Dhe do të rregojmë shpejt e shpejt se çfarë morëm. Ata po më thallin mua. Do të rregojmë shpejt e shpejt se çfarë morëm. U rezervoj se më pengon atë. Shpejt e shpejt se çfarë morëm. Si fillim, morëm këtë kamërën. Neve nuk kishim një kamër në shtëpi dhe unë isha fiksuar që o do kisha një kamër me SSB në shtëpi o s'ka, me patjetër. Dhe morëm këtë kamër që ke opsionin që mund ta bësh në 6 telefona, e kemi wifi. Këtu këndi është hyrë, rretullohet se unë s'marr vesh, mund të flasësh e gjitha me radhë. Po, është kjo kamera këtu. Çfarë morëm tjetër? Morëm edhe diçka tjetër, por unë e kam fshehur. Po tregojmë atletat e babit. Babi mori këto atletat. Duke qenë se babi punon saldator, atletat i zgjasin një javë. Dhe morëm këto. Këto atletat. Qa morëm tjetër? Rjet me to, këto farat nuk po i quaj fare. Arturi do t'ja bëj një palë pijama dhe baba gjysh për Arturin. Sepse jemi në prag festash. Morëm këto pijama, në fakt më pëlqejnë dhe për vete. E gjoma, përzën e gjoma. Sa bukur. Morëm këto pijamat për të gjupin që babi mori dhe unë zumë. Se unë isha fiksu me një xhup foshe, po tani që po e mendoj më pëlqen shumë. Dhe babi mori këtë xhupin. Dhe po përpiqemi që të bëjmë dhe drekën. Normalisht drekën nuk do t'ju tregojmë, kemi marrë sa biftek, po tregoj vetëm këto që unë kam shumë dëshirë. Mora dhe këtë verën. Këto ishin blerjet tona, ta vendoshur çfarë bler me raxhon ka shtek. Nëse na vran çik ekonomikisht syzat, dhe shpresoj që Arturi t'i mbaj. Morëm dhe kutin që mos ta ketë këtë. Arturi ka uq i kthyen gjithmonë syzat. Dhe t'i gëzosh mami syzat. Këto ishin blerjet tona.
Janë fiksuar të dy tani, po bëjnë atë programi për të vendosur kamerën. Ne nuk e kishim kamerën në shtëpi dhe ishte fiksimi im të kisha me patjetër një kamerë që mund të shoh edhe Aleksi që çfarë bën, se sa herë që vim, Aleksi na pret e dera dhe unë i them, "Ha, ç'a bëre ti Aleks kur ishim neve?" Dhe tani nuk do ta pyes më çfarë bëre, do ta shikoj nga kamera, do t'i flas nga kamera, ato pak orë ose pak minuta kur unë nuk jam në shtëpi. Kështu të shkarkojmë programin dhe ta vendosim kamerën. Në fakt me kamerën Adi do ta vendosim në mur, por që na duhet një trapan edhe babi i ka ruar mjetet e punës diku dhe po ja i sjellim tani. Po mos i flasim, gjë modi. Ore i bëjmë në tyra ato va. E kemi vënë kamerën aty sa të na vim veglat që ta montojmë. Foljer babi? Kam punë tjetër, thot. Ja dhe Aleksi që i del para kamerës. Vish pijama të Artur. Ja dhe babi i veshi. Ta veshun. Ja dhe ky tjetri. Buri se nuk e doja, këtë thot vishën. Se unë i kam fiksimi vesh robat e burit. Po shko, ka dhe mua. Ta veshun të hanë. Vërtet? Tre. Po jo këtu se më... Po shkoj bukur. Uzo! Ta gëzor zemra. Hajde Lero, Adi! Ku do vesha? Do dalë, jo nuk e për të dalë se neve morëm mish, do gatuaj, sepse janë festat e nëndorit, jemi pushim dhe do shijojmë. Kemi bërë këshuja, si do në fest me bijama. Qa morë ti me vërtemi? Po, Qa në përti? gjëllë që kishim, dhe mish e bërë tani me rigonat. Ja, unë do aftë të mishme. Kismet. Ishme. Kismet. Se ne ka mamin ma të mirë që gjithmonë ka po kismet në fund ha qa duam. Jo, qa dushti. Lidhe ato robat tani. Turi provoj bijamat tani dhe i rini shumë mirë, po do t'i eqim normalisht se do t'i lajmë. Aty më da. Po. Dhe atë të rëgoj sa bukur me sa shumë i cute është bërë. Hajde këtu. Unë gjaj si da e gajgjës. Jo, do blejmë dhe neve si këto me qëra fjalla. Po qëra të gjupin tani sa? Po sekret. Ka sekret? Jo, qepe, po tani bëllë. Qa janë të? Blejmë dhe diçka sekret të më të gajmë. Babe? Te që sekret. Njëm 10.000 lekë të rëgoj. E ke vesh Për shkasa. Arshi! Dhe o të regoja tani kështë e vesh bluzën së prapsi. Me ke mendjen mërbur? O pa ku shkasa? Ku shkasa? O ma! Me the babi i thot Arturit, më jep 10.000 lekë që të tregoj çaj kemi bler sekret. Që Arturi po kontrollon xhoret e mia. Kjo s'ka si lek! E kete Një ke martia. e ka marrë unë, Arturi po kërkon. S'ke. Njërë është nuk të tregoj, për surprizë për i të rinjë. Po kërkon xhoret. Gjeti! Po pse ka qenë ndyrë? E dhja. Se e këptova që i gjejshtë. Gjeti kufje. Yes. Yes, pas me si e vite. E kufje blu. Bu. Jo, tani dhe fusush prapë se ishin dhurat për vit të ri. Që në qëtë. Bëtu. Me drita. S'ke me dhja. Po, kushta? Që sapë. Hape që të të thuej, se ka fiksim kë. Zbublës. Njërë halë. Po pse ja të regove radhe? Prap do zheleku me këta? Me këtë. Do i fusin kutija, do i vëri për shpemës. Laptopi. Abja të djerë. Po ma mi e fshik laptopi. Po ti. Ti gëzosh zemra. Me fshik laptopi. Po këto qash? Të karikon, se jam vetëm me Bluetooth.
Ja dhe babi I vuri si duket ajo. Ja dhe babi që e vuri kamerën. Camera is starting. Please wait. Arturi, kufjet që ne I marrëm ju prishëm. Që sa po I vuri. Dhe u mërzitë. Por unë kam diçka në momentin që shikoj që Arturi mërzitet për diçka dhe nuk e shpreh, nga më që fiksuar, sa që mora kufjet të tjera. Do thoni juve, pse... me zi po marrë fund. Edhe mund prisha mund bëhet ose mëse kështu. Jam me idenë që një fëmijë sa ka në rëngjall, duhet e plotësoj, nëse ka mundësi normalisht, në kisha mundësin sot, dhe mora kufje game, jo ato që ishin, I bëra dhe një vrejtje dyqanit, vajtëm kontrolluam dhe për kufjet si ai model dhe më besoni, të raftin 5 kufje ishin në tjetin gjendje. Katastrofë, shumë material I keq. Se si unë mora kufjet më të mira, dhe do ikit e Arturit. Sepse nuk do ata shifja çunin tim të mërzitur. E gjatë nuk më duke kjo rruga, dhe jo për faktin që rruga është e gjatë, se jam shumë afër shtëpisë, por për faktin që do të me vrap të Arturit, dhe t'i them, mos më mërzit se mamin të plegu të tjera. Me Arturit. Rruga është shumë e gjatë, po më duke. Ne po dalim. U kujtuam te përvonë, ora dhe do ikim nga qendra sepse do provojmë lodrat. Ndërkohë unë kam veshur këtë xhupin e ri. Nuk e kam bërë unboxing, por do t'ju tregoj në videot më tej. Arturi, kemi kombinuar kostumin e ri të Turit, që ashtu do ta tregojmë përsëri, bashkë me xhupin, sepse kemi bërë disa blerje. Gati për të lodrat. Arturi si ndahet akullores as në dimër. Apo jo, Turi? Kemi një orë, po prit më bani, dhe po duket. Atë vion dhe është fix një orë, edhe në kënd ta kishim bërë, do kishim bajt më shpejt. Unë jam I lodhë se isha në kurs, por të ndimi për tajt e lodrat, Arturin nuk e lë, dhe pse është I lodhë. Jo, bra gol, bra kja. E dini, jam I një aman asist. Dhe t'i vela. Mun kokja, vash gol. Ja, më vëtë këtë që kam veshë, të nga tregoj, sa po të vesh? Jo të vash, Nga dhe mësë Turi. unë jam gangster, të do që kodë. Kam të turat I kam, ka ble babi tura gangster. Ka ble babi tek. Që kënë të Turi! Mos e ish këma. Jemi kesh. Nëse dia se si e kënden ato. Ja. Në kësimin a du si këto. Të makina! Da nga zvetë është. Tur dhe mban vetë këmën, apo jo Turi? E rritur tani, a? Pret këtu për flok sheqeri. A di të një të shqipia të mblaka. E ke video! Ajde!
A dhe bosi. Tu bë masazh. Për qafën, ja dhe mami jona. E vorta herë se ne kemi ardhur, por tëra dyqanet janë mbyllur. E duhet ikim me vrap para se të ngecim këtu Artur. Arturi thot inshallah të mbyllemi këtu që mos vemi nesër në shkollë. Pushtet e kokën më. Hajde, si rono mbret me masazhe, me gjona. Na nxorët deficit sot e lodrat. Si ishte në ide kush e di? Wow. Që fleti mor? Ti 30.000 lekë që vetëm lodrat. Ke edhe 1 minutë. Po, ja. Janë dhe kalaja të ptanit këtu në poshtë. I fute duart, se Arturi nuk i fute duart, se kishte frikë. Edhe kamet. Ua, drita të fike. Ngellëm këtu. Duhet nëzitojmë, sepse drita të fike. Se të zuri frika se mos ngecë këtu. Dhe 30. Hajde, Turi, hajde, si kundet më s'ma lëviz delin. Qëtësi. Ja, po ngecëm këtu, do flem këtu të këto karigët. Kemi lek plota. Hajde, tani më zdej këtë. Hajde, more, se s'do flesh këtu. Çdo dyqan është i mbyllur. Përveç se është vetëm Intersport i hapur. Jo, si Intersport. Ja, apo jo, po mbyllet. Edhe shkallët kanë ndaluar, si do të zbresim ne tani? Me ascensor të presim me shkallë, sepse ascensorët gjitha janë të mbyllura. Dhe nuk e di që patëm neve që ngellëm kështu. Po i ke i të zimbejnë fusha futbol. Hajde këti. O, Turi! O, njësh! Ronaldinho, hajde ikim, Ronaldinho. Ona. Shekulli 21. Ona. Shekull mëj. Turi! Shekulli 19. Shekulli 19. Ose bukur! Ditë lezo shekulli, qa shekulli është ai në mes? E zërë që qa shekulli është? Shekulli 21. Hajde. Messi, o vlade që. Ram në topa këta. Ram top, hajde futemi të fusha. Alex Gjelozi nuk i lë çuna të luajnë. Po ju la Alexi, re? O, Alexi! Është xheloz. Qa bona. Jashtë. Është më qërë muaj, pëse rëllë. Shhh, gabim ashtu. Momento. Do qiri, se duke. Qa bën mo Alexi atje lartë? Alexi.
çka ke marrë Arturi, pa na I tregon një çik. Arturi ka marrë nga këto ëmbëlsirat, si e bëjnë krap. Po vase duke kjo pak të krap, unë se di fare që bëjnë. Ja, si është. Me limon. Po, Pra I ka marrë të kështu të hapë, si bje. Ha? po. Test. S'ka lidhje fare me limon. Të pëlqen? Nuk shijon fare si limon. Nuk jam, mund të jetë ndër të preferuar apo jo? Unë vetëm këta kam provuar, po shumë mirë. Qa shë? Lën limon? Se di? Bëllë nësës. E mirë apo hajt më? Të vërtetën. E mirë. E bën krap, dana I trego që krap. Neve tani kemi plan që të ikim të bëjmë një xhiro, të pim një kafe në Durrës, por unë do bëj një unboxing të shpejt se çfarë gjërash neve na erdhi një porosi nga Temu. Dhe se çfarë gjërash morëm, unë I kam të gjitha këtu dhe do ja u tregoj tani se çfarë morëm. Ndërkohë Aleksi nuk na rahat. Aleksi! Atëherë, kemi marrë këto çorapet që Arturi normalisht I hapi. Janë çorape që ke Aleksi me gomina që Arturi I përdor në futboll që mos I rishka si këmbë. Ka të zeza dhe janë 8 palë dhe këto kushtonin gati 10 euro. Tek Temu, flas gjithmonë tek Temu. Ka marrë këtë fondatinën që ka qenë diku te 6 euro, por që ka qenë goxha e mirë. Dhe Aleksi normalisht nuk më lë fare. Ka marrë këtë, të rregullojmë çik kamerën, ka marrë këtë fjongo që është vërtet shumë e bukur. Po prisni, unë jam porosia e parë që Adi mori, ka qenë goxha e zhgënjyse për duke folur edhe nga masa dhe nga të gjitha, po kjo e dyta ka qenë një porosi që më kam ngelo goxha e surprizuar. Kjo fjongoja, që sa cute, është shumë e bukur, ka këtë kapsen këtu, po pritse, vërtet më ka pëlqyer, por do ta dëgjoni historinë. I shiko se po bie një burie mos është babi. Ka marrë këtë peshkun për Aleksin. Ka marrë këtë setin me lapsa buzësh dhe wow. Sinqerisht wow, ka qenë shumë të mira. Ka 1, 2, 3, 4, 5, 6, sepse unë normalisht I hapa dhe I provova, sepse shumë të mira, realisht. Për çfarë? Ka marrë dhe këtë seti me lapsa që janë mat, janë shumë kremoze, shumë të mira. Dhe kjo ka qenë topat e pemës. Janë shumë të vogla, shumë të bukura. Ka me zixa, ka mat, me shkëlqim. Këto ishin porosit e realisht, ishin porosit të vogla, por që mua më pëlqyen shumë. Po, këto ishin dhe kufjet që Arturi mori për herë të dytë, që unë ja bleva.
Turi bën video. Dhe si porosi mua më pëlqyen shumë, me thënë të drejtën, por do ju tregoj diçka. Neve I morëm këto porosit, nuk e di sa bën dhe këto porosi janë bërë fiks në datë 2 nëntor. Dhe në datën 5 dhjetor neve na vjen një njoftim, siç vin këto në telefon dhe thotë që po, te banke babit dhe na thotë që llogaria juaj sapo janë të rrequr 35 euro. Bashkë me një tjetër, një porosit të dytë që vini diku tek 50 euro. E pyeta Adiona, ke porosit në një gjë? Jo, I them, nuk kam porositur asnjë gjë. Dhe si përfundim, mbas 2 ditësh, përsëri ishte një porosit tjetër prap me nuk e di çka e tillë me 10 euro. Dhe okej, ndërkohë që nuk isha porosit asgjë dhe Adi më pyeti Jona, mos ke porosit në një gjë online? Jo, I thosha. Dhe pasi kontaktojmë me të bankës, banka na I nxori të gjitha pasqyrën e blerjeve që kishim bërë dhe ishte që Temu neve po na merrte lekë nga banka. Kontaktuam me të Temut, I sqaruam, I tham që të faqja e tyre dhe I tham që ne nuk kemi porositur asnjë gjë, pse po na vjen ky mashtrim. Dhe e forta ishte se përsëri llogaria e bankës tonë boshatisej. Nuk bënim asnjë blerje dhe përsëri banka sa arriti domethënë llogaria bankare e Adit u bë me minus. Me që na morën lekët tona, por na arritën atë gjendje sa që na I bën llogarin me minus. Dhe normalisht neve e bllokuam normalisht atë llogarin. Por që pasi kontaktuam me faqen, kontaktuam me agjentët e Temut, nuk na dhanë asnjë zgjidhje. Okej, unë ngela e kënaqur me këtë porosin e dytë qa bleva, kështu ishte dhe unë e mbylla llogarinë bankare, e mbylla programin e Temut edhe aplikacionin dhe jam shumë e zhgënjur dhe nuk do blem asnjëherë tek kjo faqe. Më them, nuk di çfarë të them, thjesht u zhgënjeva sepse 200 euro të më ikin kot, pa bler asnjë gjë, mua nuk më duket normale. Nëse ju ka ndodhur dhe juve një situatë e tillë, më komentoni, ndoshta pse jo unë t'i rifitoj përsëri lekët e mia, sepse realisht nuk porosita asnjë gjë. Ja kemi dërguar Temut bashkë me dokumentat që morëm nga banka, bashkë me pasqyrën e blerjeve, sepse në bankë ishte normalisht këto llogaria juaj po boshatiset vetëm nga Temu. Bashkë me gjithë të dhënat që Temu e bënte këtë gjë, bashkë me gjithë dokumentat, pasqyrat, sa ishte që banka I dha Adit, dhe kështu. Temu na mashtroi dhe na mori lekët për këto blerje kaq të vogla. Dhe ne do ta mbyllim videon sepse tani kemi plan të ikim të pimë një kafe në Durrës. Kështu. Pse më ndodhi mua herë e parë që porosita dhe më ndodhi kjo gjë. Tani do vendosim që këto pate pema, sepse unë nuk I kam vendosur. Hajdeni me mua tani shpejt. Hajde tuaj. Gjyrat e preferuar. Alexi. Topat, kthej kamerën këtej mami. Realisht, këto topat dhe pse të vegjël I kanë dhënë goxha ngjyrë pemës, vetëm se kemi një problem që nuk kemi më vend për t'i vendosim. Sepse pema është full me lopra, por që mua më pëlqejnë sinqerisht. Janë goxha ngjyra Leila, dhe pse unë isha shumë I thash, pse I morë Leila mua, ti merr një ngjyrë të kuqe. Jo, vërtet I kanë dhënë goxha sy pemës. Ja dhe pema sa e bukur. Jo, I dha vërtet, që kësa ngjyra të bukura. Do njerë, kur nuk e pret, dali ngjyra të bukura. Da Alexi. Ja dhe topat. Topa, ature. Topa. Kape. Në video, sepse do ikim në Durrës dhe mos më keni parë që jam kameraman legjendar këtu. Dhe po e mbyll videon, shihemi rrugës. Plot, nuk ka vend fare për këto topa, por që ne do t'ja vendosim. Topi. Kape.
Ne ja vendosim topat Leila. Pemës tonë të bukur. Dhe mund të nxitash pak se për mërë babi. Okej. Një po zbresim. Shikoni jo në nxitim. Ha muj. Më në nxiton. Jam kameraman I mirë. Na ecë në një qikë kështu si. Durrës. Jam këtu mes rrugës, se kam marrë 2 qese për Aleksin. Dhe po vjen Arturi të më ndihmoj. Ka ardhur një pako, po dhe çuditërisht po na I hap babi. Ha më babi, do na I trego çka ka ardhur. Mouse. Po ti na I trego, jo mere. Çorape. Ui, co janë ato? Co janë ato, menina? Mi usa për Aleksin. Bli dhurata për Aleksin. Dhurata e preferuar Aleksit për era janë qeset dhe kartonat, apo jo Aleksi? Për sa kemi dalë në sot Artur? Qa do marrë të di sot? Qa do marrë sot? Filloj kjo fantastik. Arturi do marrë një telefon. Është për telefon të shtrejt njëherë. Dhe jemi në rrugë të Durrësit. Kemi parë në Instagram një dyqan. Thjesht do shohim. Arturi thot babi do ipim taj karuseli madh dhe babi thot do ipim atje, po jo më shok. Pse radi s'do? Frikaca, ku s'do? Ka frikë. Pse radi nuk do? Se mos dua unë të ipi, po ti do të Ta lesh jetën, thot në një copë e hepur. Ua, vërtet, ti e ka shpirta të më bërë? S'ke besim fare të ka jo. Pse, mora? Ti bën vetë këtë. A? Ka shfrikë s'tja? Shumë zot! Nuk do atje lartë babi. Po presim radhën për te boksi. Babi thot ka marrë trauma me dal me juve. Se na nxirni diviçit.
Fute. Dale, Turi. Mirë, shë, nëse lakaj. Bravo, Turi, bravo! Ndërkohë që unë po I lutem babit për një libër, do ma blesh? Jo, thot, ke plot. Ko që se blem telefonin atje. Të ne kushlohë të qëtë. Që më Turi? Shiko si në gjanë këj macoku. Fiksi Aleksi. Dëshira maces tuaj. Ja dhe cunat. Aleksi, kemi marrë një panetone. Nga këto me pistakjo. Edhe Aleksi nuk na lë që ta hapim, apo jo Aleksi?